Pse kjo pronë në qendër të Londrës është simbol suksesi për të gjithë kombin shqiptar dhe në mënyrë të veçantë për shqiptarët e Kosovës? Për të njohur më mirë me këtë pronë dhe arsyet pse ajo përfaqëson një vlerë të veçantë të suksesit mbarkombëtar shqiptar, ju ftoj të ndiqni këtë video deri në fund. Gjatë videos do të trajtojmë aspektet kryesore që e bëjnë këtë pronë një simbol të një arritje të veçantë shqiptare, duke shqyrtuar historinë, rëndësinë dhe ndikimin e kësaj arritje në identitetin dhe trashëgiminë shqiptare. Kjo pronë që parashikohet të inaugurohet nga fundi i vitit do të jetë përfaqësia diplomatike e Republikës së Kosovës, pra ambasada e Kosovës, dhe do i rrëdhitet edhe të 4 ambasadave të tjera që ndodhen në të njëjtin W2 postkod. Nëse më shtesni ose jo analizën tonë në vazhdim, jeni të mirëpritur të lini komentin tuaj më poshtë. Së pari le ta analizojmë këtë pronë në aspektin e vlerave të saj. E para, vlerat në aspektin historik, roli dhe rëndësia kësaj prone në historinë shqiptare. Së dyti, vlerat në aspektin financiar, një investim me ndikim strategjik dhe afatgjat. Së treti, vlerat kulturore në aspektin kombëtar dhe ndërkombëtar, një simbol identiteti dhe prezantimi i denjë shqiptar në arenën globale dhe kozmopolitane. Së katërti, vlerat pozitive emocionale në aspektin motivues, një shembull frymëzimi për shqiptarët. Vlerat në aspektin historik. Prona nuk është thjesht një pronë në qendër të Londrës, por është një pronë në një pozicion historik për lidhjet e saj me shqiptarët. Së pari, prona është vetëm 5 minuta në këmbë, distanca është rreth 400 metra nga monumenti i herojt ton kombëtar Skënderbeut, heroj që diti të bashkoi dhe udhëheq të gjithë kombin shqiptar. Së dyti, prona ndodhet pikërisht në një zonë me ngjarje të rëndësishme historike për shqiptarët. Kjo zonë, e njohur si Bayswater me hotelet e saj, u bë një dëshmi e mikpritjes së britanikëve kur me mijëra azilkërkues që po linin trojet e tyre në Kosovë nga represioni serb në vitet 90 ju drejtuan Britanisë së Madhe për mbrojtje dhe mbështetje financiare. Së treti, prona është vetëm 20 minuta distancë në këmbë ku ndodhet rezidenca e ish-kryeministrit britanik Tony Blair, mbështetësit të simbolit të lirisë për të gjithë shqiptarët, e njeriu që luajti rolin kyç në vendimin e NATO-s për ndërhyrjen në Kosovë dhe që për kontributin e tij Kosova e vlerësoi me një përmendore në nderim të tij me 12 qershor të vitit të kaluar në Ferizaj, me rastin e 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Vlerat në aspektin financiar. Një investim me ndikim strategjik dhe afatgjat. Për këtë pronë, në kohën e blerjes së saj, është folur shumë pak në mediat shqiptare. Në një kohë kur mediat prestigjioze britanike përshëndeten arritjen e Kosovës me kontratën e blerjes së firmosur nga ambasadori i Kosovës, Ilir Kapiti. Tregu imobiliar i qendrës së Londrës është një treg i stabilizuar me kohë dhe që nuk pëson luhatje, si tregjet e zonave përreth saj. Blerja e kësaj prone për ambasadë në qendër të Londrës është një veprim financiar strategjik falë rritjes së vazhdueshme të vlerës së pronës dhe prestigjit të lartë të zonës qendrore të Londrës. Duke qenë në qendër pranë bizneseve dhe atraksioneve kryesore, këto prona mbeten shumë të kërkuara gjatë gjithë kohës dhe kjo tregon një siguri të një investimi të qëndrueshëm dhe me potencial të lartë financiar. Ndryshe nga marrja me qira të qenit pronar ju jep kontroll të plotë mbi hapësirën tuaj, stabilitet afatgjat dhe mundësi për të përfituar nga rritja e çmimeve të tregut. Një rezidencë në Londrën qendrore nuk është thjesht një pronë e palujshme, por një aset i çmuar me përfitime afatgjata. Shpesh thuhet shprehja se të paguash qira është si të hellësh parat në lumë, sepse ndryshe nga blerja, parat që paguani në qira shkojnë vetëm për të drejtën e përkohshme të përdorimit të pronës me qira dhe nuk sjellin asnjë përfitim financiar kur largoheni nga prona. Në të kundërtën e saj, blerja e një prone ju jep mundësinë që të keni një stabilitet dhe investim afatgjat dhe të qëndrueshëm. Vlerat kulturore në aspektin kombëtar dhe ndërkombëtar. Kjo pronë ka qenë prej kohësh e njohur si pjesë e trashëgimisë kulturore angleze, por tani ajo i përket të gjithë shqiptarëve dhe u bë pjesë e trashëgimisë anglo-shqiptare. Në fasadën e saj ndodhen 2 pllaka përkujtimore kushtuar 2 ish pronarëve, të 2 protagonistë të shquar të botës së artit anglez, shkrimtarët dhe komedianët Spike Milligan
dhe Eric Sykes, të cilët kontribuan në artin anglez për 4 dekada dhe fituan famë botërore me krijimtaritë e tyre nga kjo ndërtesë. Janë pikërisht këto lloma ku krijua dhe u shkrua një pjesë e rëndësishme e artit anglez, aty ku morën jetë disa nga veprat e tyre më të njohura. Së shpejti këto hapësira historike do të shërbejnë si zyrat e reja të ardhshme të ambasadës së Republikës së Kosovës. Kjo pronë jo vetëm që zgjeron mundësitë, por edhe mund të luajë një rol kyç në forcimin e lidhjeve brenda komunitetit shqiptar. E përbërë nga 529 metra katror, ajo ka një potencial të rëndësishëm për promovimin e kulturës shqiptare në të gjitha aspektet, nga arti dhe historia deri te edukimi kombëtar. Përmes saj krijohet një hapësirë e dedikuar për ruajtjen e identitetit dhe trashëgimisë son, duke frymëzuar brezat e ardhshëm dhe duke forcuar prezencën shqiptare në arenën ndërkombëtare. Pse kjo pronë është një shembull frymëzimi për shqiptarët? Le të shohim vlerat pozitive emocionale në aspektin motivues. Shpresojmë që kjo pronë do të ketë gjithashtu një vlerë unike, veçanërisht në aspektin emocional dhe motivues, dhe të shërbejë si një shembull frymëzimi për kombin. Fakti që Republika e Kosovës, një shtet i ri 17 vjeçar nga shpallja e pavarësisë, arriti të ketë selinë e saj në një nga kryeqytetet më të rëndësishme botërore, është një moment me rëndësi të madhe emocionale dhe motivuese. Ky sukses duhet të shërbejë si element nxitës edhe për Republikën e Shqipërisë, një shtet 112 vjeçar nga shpallja e pavarësisë, që të blej pronën e saj dhe të operoj me një kosto efektive dhe të japin fund shpërkujdesjes së parave të taksapaguesve në pagesat qiraje që nga maji i vitit 1991. Ju falenderoj që na ndoqët, subscribe për më shumë video si këto.